Prokuroria e Tiranës ka zbardhur të plot mekanizmin e vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja, ndodhur në sallën e gjyqit më 6 tetor. Referuar pamjeve të kamerave të sigurisë rezulton se pranë sallës numër 3 kanë hyrë Gjon Shkambi dhe nipi i tij Elvis Shkambi, si dhe Rakip dhe Ervis Kurtaj. Me njëherë pas shpalljes së vendimit nga gjyqtari Astrid Kalaja, Elvis Shkambi, i cili ndodhej në sallë, ka nxjerrë nga brezi një armë zjarri të tipit pistolet dhe ka qelluar disa herë në drejtim të gjyqtarit. Njëkohësisht pas këtij veprimi, Elvis Shkambi ka drejtuar pistoletën ndaj Rakip Kurtajt dhe Ervis Kurtajt, të cilët tentuan të largohen nga salla dhe ka qelluar një herë me armë zjarri në drejtim të tyre. Si pasojë, Ervis Kurtaj është dëmtuar në krahun e djathtë, ndërsa Rakip Kurtaj është dëmtuar në pjesën e brinjve në anën e majt. Në cilësinë e provës materiale është sekuestruar arma e zjarrit, një pistolet me mbishkrimin Weltwaffen Germany, me të cilën dyshohet se Elvis Shkambi ka kryer krimin. Gjatë kontrollit të armës është konstatuar se ajo kishte një fishek në folën e saj gati për shitje, dhe në karikator ishin edhe 2 fishek të tjerë të vendosur. Në parkingun e xhamisë së Namazjas është gjetur automjeti markës tip Mercedes-Benz me targ AA 900 AA në pronësi të Gjon Shkambit. Gjatë këshyrjes dhe kontrollit të automjetit janë gjetur dhe sekuestruar 31 copë fishek të kalibrit 9 mm në dukje fishek manovër.